Kemi pas për disa ditë edhe në Maqedoni, kemi në Kosovë edhe në Shqipëri, mirë po ndoshta nuk kina i periudhë historike që shqiptarët kanë qenë më të përqanë mes veti. Edhe e dim shumë mirë se që kanë shku këto 4 vjetë, kështu që shpresoj që ky takim i sot me kryeministit Rama, me kryeministin Kurti dhe me presidentin Osmani të jetë thjesht një kthesë pajtimi dhe reflektimi i liderëve shqiptar dhe për të mirën e shqiptarëve. Sa i përket mesazheve. Mesazh si mesazh politik si ardhi. Po, si politik po mendoj. Atë pjesa e protestës nuk mendoj që është shumë e rëndësishme, merr pjesë Edi Rama, nuk merr pjesë protestë derisa ka qenë njëri më i zëshëm, edhe mbështetësi më i madh i krerëve të UÇK-s në Hag. Edhe me deklarata publike, edhe me gjithë ato nuk ka hezituar asnjë moment. Do kishte qenë po që sa ai do merrte pjesë, edhe Kurti nuk do merrte pjesë. Kjo masanet është... Po kjo do interpretohej ndryshe politikisht. Jo, tash ndryshe dhe është interpretuar. Sepse nëse kthehemi 5 vjet, edhe shohim sa deklaratat i ka jepë Edi Rama në mbështetje të krerëve të UÇK-s, ndërsa nuk e keni deklaratë të tillë të kryeministit Kurti. Tash mon ku vende tha. Ka duke sinqert kështu? Tash nuk mund me marr dozën e sinqeritetit. Veç fakti që 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 10 herë, domethënë del në deklarata publike, sikur e tha edhe sot që në rast se ti i dënon Hashim Thaçin, Recep Selimin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, atë duhesh me shku me arrestu edhe Bill Clintonin, Median Albrightin, Tony Blairin, Wesley Clarkin, Javier Solonin, sepse këtë kjo është zinxhir, pra është një ndërlidhje e zinxhir. Kështu që nuk shoh që ka dozë mos sinqeritetit. Ma e pa sinqert më ka dhënë ajo që e tha Albin Kurti e lidh me individualen, me ato këto munot. Domethënë aty e shoh pak më të pa sinqert. Pjesa tjetër që u lidh me zonjën Osmani, sekret shtetëror. Shikoj, nëse ligji ja ka jap të drejtën dhomat specializuar, edhe amendamentet kushtetuese ja kanë jap këtë drejtë, nuk ka as president, as kush që mundet me ndalu prokurorin speciale për me me bastis në institucion. Kështu që këto që e tha sot Edi Rama, kjo mund të jetë thik me dy teja. Ose thjesht ata kanë marrë informacione apo dokumente aty, edhe ky e pat një farë gjujtje ndaj saj, ose thjesht nuk ka ndodhur hiç kjo, po mundu m'ja jap një argat. Tash kjo mund të interpretoj dy anshme, po që s'ka mujt me nal presidentja nuk kish pas shans me nal. Në rast se ka çat të drejtë prokuroria speciale me ligj edhe me andament kushtetues, nuk mundet as presidenti as kush